Po, Arbresha, në fakt, sot janë bërë 26 vite që nga sulmi i forcave serbe këtu në tregun e Mitrovicës. Shtuna e vitit 1999 ishte mbushur në fakt me njerëz në këtë treg, mbi 100 persona, ndërka që nga sulmi me bomba kanë mbetur të vdekur 6 prej tyre, në mesin gra edhe fëmijë e shumë të plagosur. E afër me unë kam njërin nga të plagosurën, Valentina Selani, e cila e ka një rrëfim mjaft të veçantë dhe të dhimbshëm në të njëjtën kohë. Zoja Selani, nëse atë ku ju keni qenë 14 vjeçë, tregom pak për përjetimin. Përshëndetje, faleminderit për intervistën. Po, unë isha 14 vjeçare, isha me nënën time dhe dolëm të blem sane ushqimore. Kur pa pritnu si jemi hi në tregun e Mitrovicës këtu, kam një që ka ushtu shumë dhe për momentin kemi rap krejt për toke. Jom kanë përdore me nanën, e para jom kanë që jom qunë në atë gjendjen, jom kanë edhe në një gjendje tronë, se jom plagos në kam, dhe kam pa nanën shtrit për toke, aja ka mënu mu qo dhe më mi thonë do fjallë, për s'kam ujtë dhe ma ka lëshu doren, ato ka vdeka ja. Unë kam përjetu shumë rënë dhe kam etë se kam marrë rrugën për mi ndihmu nanës, se kanë edhe një fëmijë ato nga të nanës, dhe kam marrë vendimin veç mi ndihmu nanës edhe qati fëmijën për me shpëtu. Unë për ditë hiq vetë që jo me plagost. Kam një rënë shumë trup tem, kam pas njerës, po apet kam vazhdu kam ecë, dhe ato kam nalë një kerë, u ka një kerë, ato e kam qitë doren dhe kam nalë, këse ka nalë kerë, unë e kam lëshu fuqin dhe jëm rëdzu për toke. Para fjallë që u kana i njeri kërë ka dosh më madhandimin, kom piskit, kom thonë, të lutëm shpëtëm ananën edhe është një thmi ato. Kom ditë që ka ndodhas. Edhe ato ka thonë, ma ka po në gjendje, në kamen e kom pas shumë gjendje të keqe, ma ka lidhë me diçka kamen edhe ka thonë se jo, të je shumë keq, ty dosh me të marrë me të qute mjeku. Më ka qitë në kerë dhe kemi vazhdu këtë një në rrugën, unë e kam pa nanën apet shtrit në toke dhe kam nisë, kom kajt, kom piskit, në kerë, s'kam pas qa me bo, po kom piskit dhe kam thonë të lutna, a mund është minimu nanës, dhe gjatë fëmi me marë. Ka thonë, jo s'kena ndrejt veç një person me patë, dhe jam shku aneurisibrit, kam patë, na kanë shtrinë spital. Ato ka pas mjek shkje, ka pas polic shkje, na kanë trajtu shumë keq, na kanë re, kanë ardhë pik natës, kanë qitë automat për qeft vetën, na kanë shti me jetës, edhe pëse s'kena mujtë me jetës, na kanë shti me jetës pa tjetër. Kjo është ka ndodhë. A më të regon është dënu dikush për këto dhe të regon për trajtimin që